Një person ka ndëruar jetë ditën e sotme në ambientet e gjykatës së shkallës së parë në Korçë në pritje të dhënies së masës së sigurisë ndaj një të afërmit të tij të akuzuar për trafik droge. Trupi i 60 vjeçarit i identifikuar si Ali Jauplari, i cili humbi jetën për shkak të një ataku kardiak, ka qëndruar për më shumë se 55 minuta në korridorin e katit të dytë të gjykatës së faktit. Shkak është bërë vonesa e shërbimit ambulatore dhe pse spitali i Korçës nuk është më shumë se 4 minuta në këmbë larg nga vendi ku ndodhi ngjarja. Shërbimi i urgjencës në Korçë nuk është përgjigjur në telefon, ndonse drejt numrit të vënë në dispozicion për qytetarët janë kryer thirrje disa herë me radhë. Ndihma erdhi vetëm pasi një nga gazetarët të ndodhur në gjykatë për të raportuar lajme ka shkuar në spitalin e Korçës dhe është kthyer prej andej me një nga mjekët e spitalit, që konstatoi se i moshuari kishte ndëruar jetë. Pas kësaj, deri në kryerjen e procedurave nga ana e policisë, ka kaluar gati një orë deri në largimin e trupit të 60 vjeçarit nga ambientet e gjykatës. Jauplari humbi jetën teksa priste në korridor për masën e sigurisë për nipin e gruas, shtetasin Sokol Gjudi, i akuzuar për trafik droge.